Përshëndetje të nderuar shikues, jemi në emisionin e dytë të Okult nga Alfred Sako. Sot do të merremi me temën në lidhje me financat botërore, me mundësitë alternative të një sistemi të ri financiar, të pavarur nga hegemonia e dollarit amerikan. Teksa ekonomia amerikane gjendet përballë kombinimit një recesioni ekonomik dhe një inflacioni të lartë, po vjet gjithnjë në diskutim roli i dollarit si rezervë valute ndërkombëtare. Gjithashtu, përballë hegemonisë amerikane, kemi çdo tip të angazhimin e një grupi të quajtur BRICS, si akronimi i vendeve të ekonomive në zhvillim emergjent, përkatësisht Brazili, Rusia, India, Kina dhe Afrika e Jugut, të cilave janë bashkuar dhe vende të tjera në përpjekje për të organizuar një sistem të ri financiar botëror. Profesor, mendimi juaj në lidhje me situatën aktuale të dollarit dhe a mendoni që kjo do të përbëjë një disfat të padiskutueshme për hegemoninë e tij? Ju e thatë pak që dollari ka qenë valuta garantore për shkëmbimet monetare, financiare të gjitha vendeve. Pas marrëveshjeve të Bretton Woodsit, në përfundim të luftës së dytë botërore, kur lufta e dytë botërore ende nuk ishte mbaruar, në perëndim të Amerikës u mblodhën përfaqësuesit kryesor të vendeve fituese, të cilat ishin kundërshtar të vendeve fashiste dhe naziste, të cilat vendosën këtë sistem të ri financiar dhe u vendos që dollari do të ishte një monedhe e cila do të ishte gjithmonë e garantuar dhe mbështetur në arë, ku çdo subjekt kishte të drejtën e vet që të zvendësonte fiat paran apo paran letër të dollarit me arë. Kjo traditë vazhdoi deri në vitin 1972, në kohën kur në Shtetet e Bashkuara qeveriste presidenti Nixon, dhe më pas u nënshkruan marrëveshjet smithsoniane, kur në një kuptim më popullor, nuk do të ishte ari i verdhë mbështetja e fiat parat, por do të ishte ari i zi, pra që ishte nafta, krahas arit të verdhë, pra do të mbështeteshe në këto dy lloj materesh, fiat paraja letër, në arin e verdhë, në arin e vërtet dhe në arin e zi, që ishte nafta. Dhe në këtë kuptim u arritën disa marrëveshje me vendet prodhuese të mëdha të naftës, të cilat kishin akses në shitjen e naftës, sidomos në kompanitë fuqishme si Aramco në Arabinë Saudite, dhe këto kishin garantuar marrëveshje që çdo shitje që do të bënin të naftës do ta shithnin në dollar. Dhe meqense ka gjithmonë një ekuilibër mes paras në financat dhe mallrave dhe shërbimeve, rritja e sasisë së mallrave nëpërmjet rritjes prodhimit të naftës nënkuptonte mbështetjen me dollar për të realizuar shkëmbimet sipas disa ligjeve të caktuara ekonomike, sepse këto nuk janë raporte të barabarta, pasi presupozohet që një kartë monedhë e cila prodhohet ose emetohet brenda një viti shkëmbehet dhe bie në dorë në disa lloj transaksionesh, pra duhet të ketë në përputhje me këtë numrin e transaksioneve që zhvillon një kartë monedhë, do të jetë edhe prerja e sasisë fiat paras, në këtë rast dollari. Dihet që mbas viteve 90 bota u bë shumë unipolare, Shtetet e Bashkuara u bën superfuqia vet në pasrendjes së komunizmit në lindjet e Evropës të perdes së ekurt, dhe ra fuqia e rublës, e cila dhe përpara kishte qenë e dobët për transaksionet të mëdha ndërkombëtare, por gjithsesi kishte qenë një valutë e cila kishte pasur një lloj fuqie në vendet që quheshin Traktati i Varshavës. Për shkak të rënies në kolaps dhe të tkurjes Rusisë nga imperandori e madhe, nga një hartland, si quhet, tokë zemra, duke u tkurur në atë shtetin rus të cilin e njohim sot, që gjithsesi përsëri ka një territor të madh, shumë të madh, gati sa gjithë kontinenti i Afrikës,
në dispozicion me burime dhe me resurset të mëdhaja, ra fuqia e rublës dhe me kalimin e kohës, me krijimin sidomos të BRICS-it dhe me krijimin e këtyre ngjarjeve të reja, kur Gjermania dhe Perëndimi nuk pranonin më si rezultat i imponimit dhe diktatit të Shtetet Bashkuara mbi Evropën për të mos pranuar naftë dhe gaz rus, nga ato tubacionet cilat më vonë ka pretendime dhe nga presidenti Trump që ka marrë pjesë në shkatërimin e tyre, pa qenë dy vende në luftë, Shtetet e Bashkuara dhe shërbimet e saj sekrete, në bashkëpunim me Norvegjinë dhe me Britaninë, të cilat shkatruan gjithë investim të madh për $10 miliard të bërë nga Rusia, kryesisht dhe nga Gjermania, por edhe nga francezët dhe italianët, duke e shkëputur Evropën nga burimet energjetike të lira të cilat vinin nga Rusia, dhe për shkak të politikave pro-evropiane që Rusia dhe Putini pretendojnë që ndjekin, dhe ishin lidhur kontratat që ashtu si në marrëveshjet smithsoniane, gjithë tregtia me Evropën e gazit dhe e karburanteve, naftës, do të bëheshin me euro, çka fuqizonte shumë euron, një lloj ashtu si dollari, dhe vendoste Rusinë në një pozicion jo shumë të privilegjuar përballë evropianëve, të cilët do të kishin këtë mundësi për të shtuar emisionin e fjatë paras së tyre të euros në raport me rublën, e cila do të ndiqte trendet e saj të mbyllura financiare dhe ekonomike, ligjësitë që ndiqen në botën e financave, të një vendi të mbyllur si Rusia, pa e gëzuar të privilegj që kishte euroja dhe dollari më përpara. Dhe fillimi i luftës rriti besimin në vetvete ke Rusia, ke fuqia e saj duke dalë në politikën botërore si në fuqi e madhe, duke lidhur aleancën në vendet e BRICS-it, e cila më shumë është një aleancë ekonomike, por duket që tash po krijohet edhe një aleancë ushtarake mes Kinës dhe Rusisë pas vizitës së fundit që presidenti kinez bëri në Moskë. Duket se ka dhënë bashkëpunim ushtarak mes tyre në luftën në Ukrainë, ashtu si dhe Perëndimi nga ana e vet ka bashkëpunimin e vet me të hapur me Ukrainën, dhe gjatë kthimit të eksporteve të naftës në vende të tjera, se Putini kishte zgjedhur Evropën si një vend preferencial për të dërguar dhe për të shitur karburantet e tij me çmime të lira në krahasim me çmimet e tregut, ai i kthevi këto dhe i kaloi në Kinë dhe në Indi, dhe në Pakistan ka pasur një luftë mes dy lobeve politike, ka qenë ai Imran Khani që ishte kryeministri i cili kërkonte të merrte naftën, të shfrytëzonte këtë moment për t'ia shitur Pakistanit me çmime të lira, dhe nga ana tjetër është qeveria e sotme e cila po kërkon të arrestojë Khanin në emër të Komitetit 300 dhe qeverisë botërore, por në këtë shitje të re, në këtë eksport të ri që po bën Putini, i ka detyruar gjitha vendet blerëse, të cilat importojnë naftën e Rusisë, që të paguajnë me rubla. Dhe njëkohësisht Putini ka vendosur që rubla dhe të gjitha vendet që do të hyjnë në këtë aleancë që quhet BRICS, duhet të rregullojnë dhe të funksionojë ekonomia e tyre materiale dhe financiare mbi bazën e parimit që monedat e tyre kombëtare duhen të jenë të mbështetura në arë. Tashi ka një, kemi dëgjuar për Nesaren dhe Gesaren, i cili ishte një sistem ekonomik i propozuar nga Harvey Bernard në vitet 80. Po, të cilën këta mbështetësit e Trumpit e përzgjodhen si një opcion të tyre. Nëse mund të shohja, profesor, sepse libri Harvey Bernard mbi Nesaren titullohet Drain the Swamp, A System of Nesara. Pra, Drain the Swamp, tharja e kënetës, ishte e njëjta shprehje që përdori dhe Donald Trumpi në 2016 në fushatën e tij elektorale. Pra, ju mendoni se ka lidhje mes
Po, patjetër, Trumpi është i lidhur me këtë lloj sistemi ekonomik politik. Pra bëhet fjalë për një sistem që i ka rënjët në vitet 80 dhe sot po merr avantazhe dhe nga teknologjitë e fundit apo revolucionet që kanë ndodhur në botën e financës që lanë pa i përmendur krahas. T'ja shpjegojmë dëgjuesve se çfarë do të thotë GESARA dhe NESARA. Në anglisht kjo është GESARA do të thotë Global Economic Security and Reformation Act. Pra, inicialet e këtyre kryojnë fjalën GESARA, e cila ka të bëjë me sigurinë ekonomike botërore dhe me reformat ekonomike. Aktet e reformave ekonomike, ndërsa NESARA është akronimi krijuar nga National Economic Stabilization and Recovery. Po, në këndvështrimin amerikanocentrik, për kombëtar të SHBA-s. Dhe Trumpi me njerë sa erdhi në pushtet lëshovi 3 urdhra ekzekutive që mbështetnin këtë iniciativën për, aktin që mbështeste iniciativën për monedën kombëtare kuantike. Ka disa urdhra që ka lëshuar presidenti Trump mbas vitit 2016, është urdhri 13818 i datës 21 dhjetor 2017, është urdhri 13848 i datës 12 shtator 2018 dhe urdhri 13859 i datës 11 shkurt vitit 2019, të cilët, është edhe një tjetër i 4 që është urdhri 13885 i datës 30 gusht të vitit 2019, që ka të bëjë me implementimin e sistemit NESARA dhe GESARA, madje flitet që atë ditë që janë rrëzuar 2 kullat binjake, një nga arsyet se u goditën kullat binjake është pikërisht mundësia e kalimit të këtyre ligjeve të cilat po që do të miratoheshin në Kongresin Amerikan. Miratoheshin në Kongresin Amerikan atë ditë dhe për shkak të kësaj ndodhje në mëngjes. U shpërqendrua vëmendja e publikut pra tek sulmet terroriste, tek kërcënimi terrorist. Po, këta nuk i kaluan Këneta Kabala, nuk i kalovi këto ligje sepse ata kanë projektet e tyre të ndryshme nga kjo për zhvillimin e botës, ku ata duan një monedhë digjitale botërore të pambështetur në valutat të ndryshme, në monedhat të vlefshme si ari, argjendi, platini, nuk e di janë dhe janë 2 monedhat tjera të cilat... Palladiumi dhe iridiumi. Po, palladiumi, iridiumi, të cilat mund të mbështeten në monedha digjitale dhe një nga kërkesat që Trumpi ka pasur dhe për euron, ka qenë pikërisht kjo që euroja të ishte bazuar dhe të ishte mbështetur në këto lloj monedash, paraja digjitale, dhe ky është ndryshimi mes këndvështrimit që kanë globalistët sot, të cilët nuk duan ta mbështesin monedhën në metalet e çmuara, por duan ta kenë free dhe të lirë mbi bazën e politikave të tyre të bankës qendrore që ata mendojnë që do ta kenë përsëri në kontroll. Profesor, në vitin 2020, pra fill pas pandemisë, Donald Trump, një prej urdhrave shtesë nga ato që ju përmendët, ishte që kishte të bënte me shkrirjen e Rezervës Federale, që është Banka Qendrore e Amerikës, me Departamentin e Thesarit, që është një ekuivalent i Ministrisë Financave. A mendoni se edhe sot ky ligj ka efekt? Ky urdhër ekzekutiv patriotë pra janë në kontroll të Rezervës Federale? Nga grupi QAnon, që është grupi sekret okult pranë Trumpit, këta domethënë deklarojnë që emisioni i paras tash nuk kontrollohet më nga Rezerva Federale privat që kanë qenë ke Fedi, por kontrollohet nëpërmjet sekretarit të Thesarit, të cilin e emëron presidenti i Shteteve të Bashkuara. Politikat i kontrollon ky tash dhe pronar i emisionit paras nuk është më Fedi, por është qeveria amerikane dhe Trumpi ka bërë një deklaratë qysh kur ai erdhi në pushtet dhe tha ne jemi në një kryqëzim rrugësh të historisë të civilizimit ton që do të përcaktoj nëse
populli do të rimarrë kontrollin mbi qeverinë duke marrë kontrollin mbi monedën, apo jo. Pra, qeveria botërore dhe bankierët të cilët kanë kontrolluar historinë këto 300 vitet e fundit u shqetësuan shumë, një lloj si nga politikat financiare të Trumpit, një lloj siç u shqetësuan me Kennedyn, i cili ka firmosur 2 urdhra ekzekutiv për prodhimin dhe emisionin e dollarit gjatë në fillim të viteve 60, viti 62-63, para se ai të vriteshe. Dhe pikërisht mbas emisionit të sasisë së paras për cilat urdhëroi qeverinë amerikane Kennedy për ta emetuar paran, dollarin në atë kohë kjo ekzekutua dhe këta tash për të tallur i blinin ato $100 emetuara nga qeveria e Kennedyt, i blinin me $110 për t'i marrë dhe për t'i mbajtur në këto muzeumet e tyre dhe për të tallur që ja ku janë këto parat që emetovi Kennedy, këto i kemi ne të gjitha, i kemi grumbulluar. E qartë. Profesor, nëse mund t'i kthehemi sistemit nesar, sikurse e përmendëm, hartuesi i këtij projektligji apo sistemi ekonomik, Harvey Bernard, në analizën që i bëri ekonomisë amerikane nga këndvështrimi i filozofisë së sistemeve, e cila është cilësia, ai është profesor i filozofisë sistemeve, ai rriti në një nga konkluzionet që problemi ekonomik ishte kamata apo interesi mbi paranë e dhënë, hua. Dhe sipas tij duhet hequr dorë nga interesi. Në sistemin e Sara Gesara nuk pranohet kamata dhe ne hua. A mund të regoni disa pika kyçe se si mund të realizohet sot bazuar dhe në teoritë e vjetra siç përmendet me paranë bazuar në metale të çmuara dhe në teknologjitë e reja që ofron kriptovaluta për shembull. Si mund të realizohet kjo pak a shumë? Kjo kamata ose uzhëri që i thon këta është ndaluar dhe nga librat e shenjtë. Dihet që me sistemin financiar më shumë në kontroll janë është i lidhur populli audi dhe njerëzit që kanë besimin e audimve, sidomos edhe e brendë vjetër dhe këta populli sefardik që janë hebrejt e vjetër, por kryesisht janë populli audi ashkenasi, i cili në fakt nuk është një popull me rrejnë hebraike, por që ka trashëguar kulturën e popullit hebre dhe dashurinë e tij për të marrë me çështjet financiare dhe në fakt ata e kanë zhvilluar shumë sistemin financiar botëror, sidomos mbas rënies në dorë dhe në kontroll të sistemit financiar në Evropë nga familja Rothschild. Dhe baza e suksesit dhe fuqisë së këtyre nuk është në fakt kjo kamata. Baza e fuqisë së tyre është emisioni i paras, sepse në qoftë se ata japin për shembull €1 miliard e presin nga Banka Qendrore e një vendi ku ata kontrollojnë emisionin e paras, për shembull Shtetet e Bashkuara. E japin për shembull bankave të nivelit të dytë ose ja u japin qeverisë së Shteteve të Bashkuara si borxh për ta përdorur dhe për shembull në qoftë se këtyre u kthehet pas 10 vjetësh me 2% ose 1 miliard e 200 milion, ai 200 milion që nuk kanë ndonjë vlerë shumë të madhe në krahasim me 1 miliard. Këta nga prodhimi, nga hiçi i $1 miliard, mbas 10 vjetësh ajo para ju rikthehet dhe këta bëhen pronar të asaj paraje, ndërsa në peshorën e ekonomisë janë shtuar mallra dhe shërbimet. Por këta e vënë në këtë kamatën për arsye sepse këta duan që popujt dhe ata zinxhiri fundit që merr pare borxh, që janë konsumatorët e fundit, njerëzit që vënë e marrin bankat e nivelit të dytë ose njerëzit që paguajnë taksa dhe tatimet për të shlyer investimet që bën qeveria, që i merr borxh nga bankat private të këtyre që kanë të drejtën në Bankën Qendrore të bëjnë emision në paras, t'i mbaj në skamje sa më të madhe, në vështirësi sa më të madhe ekonomike për shkak të politikave qendrore që këta kanë të depopullimit. Dhe një popullat sa më shumë mirëqenie të ketë dhe ekonomi,
aq më shumë shton numrin e banorëve, rritet shkalla e lindjeve të tyre dhe kërkesa e këtyre kryesore është depopullimi, që mos lënë njerëzit të zhvillohen. Dhe një nga mënyrat më të mira për të mos u zhvilluar është që t'i mbash në skamje dhe në varfëri. Në qoftë se emisioni paras, për shembull, do të ishte në dorë të qeverive, këtë borç që do t'ja u jepte qeveria bankave të nivelit të dytë për ta shpërndarë ke ata që kërkonin hua, ky borç që do të rikthehej nga bankat e nivelit të dytë ke qeveria, e cila do të kishte emisionin e parat, qeveria automatikisht do të bëhej pas disa viteve, kur t'i riktheheshin parat, sipas kontratës, do të bëhej pronare këtyre parave dhe nga viti në vit duke prodhuar para, çdo vit asaj do t'i rikthehej një sasi e madhe parash dhe me këto para ajo do bënte investimet publike dhe nuk do kishte nevojë që të mblidhte taksa dhe tatime nga njerëzit. Dhe taksat dhe tatimet që paguhen janë pikërisht për shkak të kësaj filozofie që njerëzit të jenë në një skamje dhe në vuajtje sa më të madhe dhe specia njerëzore është specia që vuan shumë pikërisht për shkak të kësaj filozofie të ndërtimit të sistemit financiar në botë. Pra, kjo kamata është zgjedhur prej tyre si një element më tepër që t'japin për shembull 20 lek dhe të marrin 30 pas 15 apo 20 vjetësh dhe që ai që merr hua të vuajë sa më shumë. Në fakt kjo nuk duhet të ndodhë dhe është realizuar. Për shembull, qeveritë ndryshme e kanë realizuar. Për shembull, Hitleri kur erdhi në pushtet në Gjermani, nuk jepte parë me hua. Jo e prodhonte vetë, jo jepte bankave të nivelit të dytë, të cilat jepnin pa interes hua tek popullata dhe në këtë kohë u zhvillua shumë ekonomia dhe me paret që i riktheheshin qeverisë gjermane, ky ndërtovi vepra të mëdha publike, sidomos autostradat, me të cilat edhe sot Gjermania mburret, që janë ndërtuar pikërisht për 7 vjet nga koha që 8 vjet, ose po të fusim dhe periudhën e luftës nga viti 33 dhe në 45, 12 vjet, po në kohën e luftës nuk mund të themi që janë bërë investime publike, po deri në kohën që ishte paqja, pra viti 39, kur filloi pak a shumë dhe lufta e dytë botërore në fund të vitit 39, Gjermania bëri goxha investime dhe në vitet 40 pikërisht me shkak të kësaj filozofie. Njëkohësisht ky Muammar Gaddafi nuk jepte pare me interes në bankat, e prodhonte vetë dhe kjo ka qenë një nga arsyet pse Gaddafi u rrëzua. Të gjithë ata që kanë emisionin e paras që e kontrollon shteti janë armiqtë e mëdhenj të qeverisë botërore dhe duhen goditur. Një nga këta është tash Irani, i cili e emeton vetë paranë e vetë dhe që është objektivi i qeverisë botërore për ta përmbysur. Gaddafi duhet thënë që e jepte paran pa interes, paguheshe vetëm një prim për personelin të cilët punojnë dhe merren me këtë punë, për të marrë rogat, i cili është një pagesë, një kuotë fikse ose e shpërndarë në të gjitha pagesat e keseve, që në fakt ktheheshe vetëm principali ajo që ti merrje mbas një periudhe kohe 10 vjeçare apo 20 vjeçare. Gaddafi ka ndihmuar shumë çiftet e reja, duke u dhënë shtëpi që në momentin e parë dhe duke shlyer me keste shumë të vogla gjatë gjithë jetës, pagesën për banesat të cilat ishin relativisht komode dhe krijovi një standard goxha të mirë për banorët e popullit të vet, por që u luftua pikërisht për këto politikat të ndryshme nga politikat e qeverisë botërore në lidhje me financat, u rrëzua dhe u ekzekutua në një mënyrë shumë të tmerrshme, siç e kemi parë dhe në... Profesor, ju përmendët disa personazhe kryesore të caktuar në kohë të caktuara, si Gaddafi apo Hitleri. Por sot, siç diskutuam, shohim një fuqi të madhe, pra kundër kësaj qeverie botërore, nëse mund të quajmë të tillë, këtë sistemi që përmend, sistemi Gesara. A besoni vërtet që është një sistem kundra qeverisë botërore, apo qeveria botërore ka duart edhe këtu dhe
është një plan i madh i sofistikuar për të skllavëruar njerëzimin në një sistem më të sofistikuar. Ekziston një dilemë e tilla madhe që këta mund të jenë dhe bashkë, sepse unë shikoj që Kina zbaton e para të gjitha këto planet e mëdha të Agendës 2030, duke filluar me pandeminë, tash duke filluar me heqjen e drejtave të njerëzve, duke i survejuar ata në çdo moment, duke bërë ndarje duke krijuar geto në qytetet e mëdha, duke ndarë njerëzit me garde dhe duke krijuar një diktaturë në qeverisjen dhe në drejtimin, menaxhimin e qyteteve të mëdha, ashtu siç planifikohet për mikroçipimin e njerëzve të cilët do të mbeten mbas viteve 2030, ne kemi hyrë në një luftë shumë të egër, të madhe në zbatimin e agendës Rockefeller. Njerëzit nuk e kuptojnë, mbështeten duke parë emisione të rëndonta nga të cilat nuk përfitojnë asgjë dhe duke kaluar kohën dhe nuk... Përqendruar profesor, më falni tek mikroçipimi që përmend dhe tek sistemi tek i cili po flisim. A besoni se ka shanse që në një të ardhmen, nëse ky sistem që folën Gesara të vjet në aplikim, do të jetë i zbatueshëm vetëm për ato njerëz që do të jenë të mikroçipuar? Apo pikërisht këtu do duket se dhe këta kanë monedën digjitale të planifikuar dhe në shumë pika afrojnë, por këta monedën e tyre digjitale duan ta mbështesin mbi monedat të vlefshme, këta duan të pabazuar ke monedat, kurse sistemi Gesara dhe Nesara nuk është shprehur që si do të bëhet përdorimi monedave digjitale nëpërmjet çipit apo nëpërmjet kartave ose mënyrave të tjera të pagesës nëpërmjet telefonit. Kurse këta qeveria botërore janë shprehur që në Davos, në agendën e Davosit, janë shprehur që mënyra e përdorimit të monedës digjitale do të jetë nëpërmjet mikroçipimit dhe nëpërmjet mikroçipimit gjoja do luftohen këto viruse, do identifikohen qysh më përpara nëse trupi krijon anomali ose temperaturë ose kështu që gjoja të zbulojnë mos rishfaqet Covid-i, ose këto janë disa nga pretekstet që ata duan t'i vendosin, aty do jetë gjithë të dhënat personale të çdo njeriu, do të jetë letër njoftimi, do të jenë kryerja e shumë shërbimeve të ndryshme, të pagesave, veprimeve financiare nëpërmjet mikroçipit, por nëpërmjet mikroçipit ka dhe gjëra të tjera dobishme që mund të përdoret, por e keqja e madhe është që Big Brother ose qeveria botërore do të na ketë në survejim dhe mund na eliminojë në çdo moment, sepse ajo do jetë si një antenë RFID në trupin ton, brenda trupit ton, duke u vendosur këtu ose diku tjetër, dhe mund të dëmtohesh duke dërguar valë specifikuara sipas numrit të identifikimit që ti ke në mikroçip dhe mund të ketë dëmtime të shëndetit tek njerëzit të cilët qeveria mund të mos i dojë, njëkohësisht do të jetë dhe survejimi digital nëpërmjet cilit do vijnë gjobat e ndryshme nga satelitet, domethënë teknologjia digjitale do të sjellë krahas avantazheve të mëdha dhe zhvillimit dhe lehtësimit të jetës tonë, do të sjellë dhe shumë të defekte të mëdha. Jemi përballë ndryshimeve epokale të mëdha, jemi në prag të revolucionit të fundit industrial, i cili do të dobësojë fuqinë e njeriu dhe do të ngrerë fuqinë e inteligjencës artificiale dhe të robotikës, të cilët do të përdoren në shumë drejtime të ekonomisë dhe të jetës sonë. Do vijë një kohë shumë shpejt që kur dalim në rrugë, nuk do shikojmë vetëm njerëz, por do shikojmë shumë robota. E qartë, duke qenë se kemi mbritur në minutat e fundit, unë shpresoj të kemi dhënë publikut informacion të vlefshëm për sa folëm. Kjo është një bisedë e madhe e gjerë që ata që duan duke shpresuar për të mirën e njerëzimit, për zimin e madh dhe rezistencën e kombit, për një të ardhme. Ne si shqiptar duhet kemi informacion dhe t'ju paraprim gjitha këtyre zhvillimeve të mëdha botërore, që të ngelemi në rrjedhat e historisë dhe mos asgjësohemi si komb, siç ka ndodhur me shumë kombe të tjera, të cilat
për shkak se nuk kanë ndjekur dot konkurrencën e madhe të garave për të mbijetuar, janë zhdukur dhe janë eliminuar. Ne jemi relativisht i vogël dhe kemi ardhur nga disa eksperienca të vështira të prapambetura nga periudha e perandorisë romake, duke qenë në ekstrem të saj në pjesën perëndimore. Kemi qenë një zonë pa zhvilluar, pa interes për perandorinë romake për ta zhvilluar, dhe kemi qenë një popull relativisht kemi jetuar në kushte të vështira dhe në mizeri ekonomike dhe kulturore, dhe këto kohë tash që kemi dalë në botën e madhe, duhet të përpiqemi ta përballojmë garën dhe të jemi vigjilent që të mbijetojmë si racë. Ju faleminderit profesor edhe një herë për detyrën fisnike që keni ndërmarrë. Shpresoj që publiku të jetë informuar mjaftueshëm. Ky ishte emisioni i dytë për sot. Ju faleminderit që na ndoqët. Shihemi në emisionin e radhës.